pejgamberi Allahut, si transmeton Ibn Majah se çdo mëngjes e bante një lutje, e bante një dua që dietarët e kanë preferuar që këtë lutje muslimanët të vazhdojnë të thojnë në jetën e tyre. Çfarë duaje dhe çfarë lutje pejgamberi Allahut bante vëllezër të ndershëm? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bante dua u lutte dhe thonte: O Zoti i madh, unë të lutem që të më stolish me ditori të dobishëm. Gjithashtu dhe pejgamberi Allahut u lutte që Allahu azza wa jall ta ruaj nga ditoria e dëmshme. Pra vëllezër të ndershëm, të parë to nuk ishin ata të cilët vetëm kërkonin ditori që të transmetojnë, mirë po kërkonin ditori që të afrohen tek Allahu azza wa jall. Pra të nona e Sufjan e Thauriot, kur e nisi gjelin e vetë për të bo talebe, tha: o biriem, ti shko mëso, unë do të punoj, unë do të financoj, unë do të furnizoj, vetëm ke kujdes o gjali jem. Kur shkojsh ti dhe të mësojsh një hadith të pejgamberit Allahu, nëse i mëson fjedhët fjalë, kontrolloje zemrën tonë dhe shpirtin tonë. Nëse zemra jote është afru tek Zoti jot, vazhdo se kjo ditoria e dobishme. Nëse ti nuk e përfituan prej asaj që e kin dëgju dhe kemi mësu, ke kujdes o gjalijem, për çka se pejgamberi Allahu thonte: ai që kërkon ditori vetëm që të polemizon me dietarët, dhe ai që kërkon ditori që të ban hajgare dhe të tallet me të paditurit, dhe ai që kërkon ditori vetëm që fitirat e njerëzve t'i kthen nga vetja e tij, let përgatitet për një vend në zjarmin e xhenemit. Pra vëllezër të ndershëm, ditoria nuk është transmetim i shumë, ditoria është hashje frikë e Allahut azza wa jall.